Thot sheshen kiti, Allah më rujt, thot, çdo fjalë që të vjen, çdo vepër që ban, ose që dëgjon, ose çdo fjalë që thu, përgatiti 2 pyetje, ose përgjigje 2 pyetjeve. Kur të pyet Allahu pse e ke bën, pse e ndëgjove, pse keshe, a ki me pas përgjigje, pse e ke bërë e bjem qëtë punë? A ki me pas përgjigje me i thonë Allahut? O Zot, e bana për këtë arsye. E dini kur t'i thot ati lexuesit të Kuranit, për çka ke lexuar Kur'an, për çka ke dhënë sadak, për çka ke luftu, a ki përgjigje? Kur ta bën dikush një lajm, çato që pengon çat lajm, a ki me pas përgjigje Allahut? Kur thot Zoti, pse ngove lajmin që u përçesh filani, u bë gibet para syve tu? A ki përgjigje? O Zot, deshta me përfitu prej rastit se unë kam punë me ta e mos ta shtin davet. Mesele tjetër. Apo s'ki arsye, jo valla s'kam arsye, veç dojsha egon ose atë kojntjen teme me ngop, me llafet tjerëve mu knaq, ka poni keq për ta. Ruju. E para, a ki përgjigje para Zotit, pse e bane, pse e ngove. Edhe dyta, a do të përfitosh në dunja ose në ahiret, as do të përfitosh prej saj. Jo, s'po përfitoj që ma bjen lajmin që gjysore po mlodh mu, që ka bo filani me grune vetë. Që shu përla, që shu rre, që shu da. Që gjysore. E ta shqetet i të rezim, ditë kiamit e takim me pas përfitim për qasaj që të ka thonë aja jo.